Me zgropave të mbushura me ujë detyrohen të lëvizin çdo ditë mbi 1500 banor të Dobraqit të ri pranë stacionit të pompave. Banorët thonë se kjo rrugë ndodhet në këtë gjendje prej më shumë se një viti. Ata apelojnë ndaj institucioneve që të ndërhyjnë sa më parë, pasi çdo ditë po bëhet gjithnjë më vështirë kalimi në këtë segment rrugor prej vetëm 2 kilometrash. E kom gjetë këtë vend asfalt. Ka dal kanali i ujësillësit i ri, nuk i ka kush kësaj rrugë qatë dite, sot tash i vite gjys, o bo me pusa, me gropa, me losh, me ashton, o shtru pak herë me do zhavor, ka nga stuhien atë nga ashton, i lutem shtetit e kush t'kenë kompetencë të këshyrin këtë punë, të miratojnë, e të regulojnë, edhe anësoret, edhe ashtu me këtë ardhje kush mund t'kenë mundësi me ardhë si shtet, edhe zonat që janë rrëthë për qarkë që du që kanë këtë ullë kalimit që kalojnë nga gjitha anë për këtë rrugë, të shtrojnë e të miratojnë, sepse nuk ka kur si kaljo kush as rrugë e kalit me as kamësorit. Është rrugë e vështirë, e pa kalosh me janë njerëzit me mashina, me probleme me ditën e natën, edhe ju lutem organeve kompetente të shikojnë edhe sa më parë të mundojnë dorë për këtë pjesë. Të nga gjenja shumë keq për zote me të thënë drejtën të gropa, i sakatume, i të makina, i shkatrume, a thua ven kush dorën këtë ven. Sa shumë keq. Tash një vit, tash një shno, edhe jo vetëm kjo, po janë të gjitha rrugët një shtu të prishuna, Këtu janë ba shumë kërkesa, po nuk janë zbatu asë një herë. Edhe pse banorët her pas here kanë bërë kërkesa pranë pushtetit vendor, ato kanë rënë në vesh të shurdhër, pa sjell asnjë ndërhyrje konkrete në zonë. Sipas tyre, megjithse janë pjesë e një lagje të qytetit, ata nuk marrin as shërbimet mjedisike. Një tjetër problem në zonë sipas banorëve, mbetet edhe depozitimi i mbetjeve inerte në kanalin kryesor.